Mirëmbrëma motra të dashura, mirëmbrëma të gjithë ju shikues të TV7 Albania. Sot jemi në emisionin e dashur dhe e zgjedhur. Mos harro, ti je dashur nga Perëndia dhe e zgjedhur për një plan hynor. Sot do të flasim në lidhje me temën mes besimit dhe leadershipit, se si ato janë të ndërthurura të dyja së bashku. Sot do të ndajmë një histori pra besimi dhe leadershipi, një histori se si Perëndia i hap dyert edhe në momentet më të vështira, se si Perëndia mund të përdori bijtë e tij dhe aty ku bijtë e Perëndis janë të vendosur, aty ka hir, aty ka favor, aty është dora e Perëndis. Sot kam një mysafire shumë të veçantë në studio, Kushtrime Idrisi. Faleminderit Kushtrime që ti ke pranuar ftesën për në emision, edhe unë besoj që do të jetë një bisedë shumë bekuese për gjithë ata që do na ndjekin. Më fol pak për veten tënde. Po, unë Kushtrime Thaçi Idrisi, e lindur në Gjakov, me një femëri të para luftës, si të gjithë fëmijët në atë kohë që kishim edhe vështirësi dhe sfida ekonomike. Po ashtu ndjeka shkollën e mesme për stomatologji në shkollën e mjekësisë Hysni Zajmi, kur vazhdova më tej edhe studimet e larta për sociologji. Mbas një pauze goxha të gjatë dhe që familja jone e Idrisi u krijua, unë vendosa të filloj masterin për sociologji gjithashtu, që nuk u pendova asnjëherë. Gjatë bisedave që kemi pasur bashkë këto kohë, teksa kam qenë duke përgatitur për pyetjet, di që ke pasur kërkesa edhe nga parti politike në Kosovë dhe di që mbi 100 gra kanë votuar që ti të jesh udhëheqësja e tyre. Më trego pak për këtë moment. Në një mbasite isha duke kthyer nga Prishtina për në Ferizaj dhe pranoj një telefonat të një mikes time të ngushtë. Dhe më tha që kam një ftesë për ty dhe dua që ti të bësh pjesë e grave dhe të AK-s, do të thonë partia në qytetin tonë që edhe ka dhe aktivitete dhe zhvillon aktivitete dhe më sot. Me skepticizëm në fakt e pranova këtë përgjigje, po mendoj për t'i kthehem, se si do t'i kthehem, do të thonë ftesës saj, të bëm pjesë e politikës apo jo. Qka, edhe shkaqet dhe pasojat, edhe sepse ishte hera parë, si që thash. Por pas një kohë goxha të gjatë të lutje, unë dhe bashorti e pranuam që është diçka që më të vërtet Zoti don që të vepron nëpërmes meje aty ku ai don të përtoj tek zemrat dhe vajzave dhe grave për një ndryshim, edhe për një mirëqenie dhe një pranim si pjesë e shoqërisë. Pra ti pranove, ishte momenti që pranove? Po, pranova. Dhe më pastaj u zhvillua dhe kuvendi, u mbajt kuvendi i forumit të gruas në qytet, ku mbi më tepër se 100 gra u mbledhën dhe më votuan si të preferuarën, të duhurën e tyre. Të thëmë drejtën ishte përgjithësi goxha pesh, gjithashtu edhe sepse një ndër fjalët ishin, një ndër të thëmë të drejtën prej fjalëve të kësaj mikes ishin këto. Neve na duhet një grua si ti, që unë si mike të njoh dhe të besoj që ti je në gjendje të bësh gjëra të mëdha për këtë vend dhe për këto vajza, që ti do i përfaqësosh dhe gra gjithashtu. Qëtë bisedës që kemi pas bashkë prap, më ke thënë në një moment që brenda një dite u hapën 2 dyer të mëdha nga Perëndia. Kush ishin ato dyer që u hapën? Po, të thëmë drejtën, pas një kohë edhe që isha jo e punësuar, kohë pas kohë që edhe konkuroja aplikoja në vendet të ndryshme për punë, më duk për një moment se humba durimin dhe nuk ka zgjedhje ndoshta apo rrugdalje për mua që të punësohem edhe me profesionin që kisha edhe përvojën gjithashtu që unë e kisha në departamente të ndryshme, të menaxhimit, leadershipit e kështu me radhë. Dhe më kujtohet ajo ditë që në një për intervista, sepse kisha bërë shumë intervista dhe mu dha përgjigja në organizatën ndërkombëtare për migrimin jam, që të bësha pjesë do të thënë kësaj organizate
të punoja me migrantë, refugjat që në atë kohë që ishin në Kosovë, dhe njëkohësisht të jem pjesëtare e bordit të një kompanie publike regionale aty në Ferizaj, që është e 3 qyteteve gjithashtu. Me erdhi si një lloj surprize, por që po thash, isha pas një vend pune, tash me të vërtet do të mund t'i menaxhoj të dyjat, sepse nuk dyshoja në atë që Zoti me të vërtet po m'jep gjëra të mëdha, edhe sikur gratë në dhjatën e vjetër që po ashtu dhe në dhjatën e re kanë qenë të zojat t'i bëjnë shumë punë të mëdha krahas burrave. E kuptoj, në fakt ishte një derë, ishte një dyrë që u hapën nga Perëndia. Dhe ishte diçka që erdhi që ti e kishe në zemër, apo ishte si diçka që erdhi surprizë nga Perëndia? Për një kohë të gjatë lutesha që Zoti të ma mundsoj të punoj me refugjat. Edhe në kokën time kisha atë që ndoshta në një shtet tjetër, sepse lufta u përfundu në Kosovë, dhe ne ishim në Shqipëri, po edhe në vendet të ndryshme si të Kosovës që ishim, por çka tash? Edhe mendojsha që po, ndoshta në një shtet tjetër, diçka, por asnjëherë nuk kam pas në mendje atë që pikërisht në Kosovë do t'ju shërbej refugjatëve të huaj. Edhe po, kjo është një përgjigje e kësaj lutje të kamotshme times. E kuptoj. Në fakt do të kthehem pak diçka që më bëri përshtypje, te pyetja në fillim që një mikesha jote të thotë që njerëz si ty na duhen. Ku të mendon që ish referuar? Domethënë flasim, patjetër që nuk kam mbyshim, flasim në pjesën një njerëz si ty sepse ajo të ka njohur në karakter, në formimin tënd, kulturor, arsimor, në backgroundin tënd. Çfarë tjetër mendon që ka luajtur rol tek ty që i ka dhënë peshë edhe dëshmisë tënde? Duke mos përjashtuar sinqeritetin, parimet biblike, që ajo tash me ide, që janë pjesë e pandashme imja, edhe të ecësh në drejtësi, aty ku ka pa drejtësi. Po ashtu, më ka njohur shumë mirë në atë që më ka besu, që nuk i trembem asnjë presioni për rreth, kur unë du të marr një vendim të drejtë. Besoj që kam parë parimet e tua biblike, apo kam parë të mos bërit kompromis. Në fakt, ndërsa ti flet dhe tregon dëshminë tënde në pjesën se si Zoti hapi dyer për pjesën e leadershipit në ty, për të shërbyer, unë dua të them që është e biblike që jo të gjithë janë thirrur për të qenë pastor, jo të gjithë janë thirrur për të qenë drejtues, edhe ka thirrje të ndryshme. Dhe Bibla thotë që thirrja dhe dhuntit janë të pashmangshme. Por unë besoj që ka disa, po ndoshta edhe një masë e madhe, apo çfarëdo, një masë e vogël, apo që janë thirrur për të shërbyer në dikastere të larta. Dhe kjo mund të jetë një privilegj që mund të jemi dritë për të dhënë dëshminë tonë në shumë vende. A mendon që kjo pjesë e leadershipit hapi dyer për ty edhe në vende ku ndoshta ungjilli është pak më e vështirë për t'u arritur? Mendoj që për Perëndin nuk është asgjë e pamundur, po ashtu edhe për bijtë e tij që ajo jep gjëra që pavarësisht dyshimeve dhe edhe paragjykimeve të rrethit social, Perëndia ja bën më të qartë fëmijëve të tij që po, ti mund ta qeverisësh një gjë, ti mund ta qeverisësh të menaxhosh edhe më shumë se sa që të tjerët mendojnë, edhe kur ai na premton gjëra të mëdha, ai e di se na ka bërë gati dhe na ka përgatit pikërisht për këto gjëra të mëdha. Është një Zot që e njeh shumë mirë krijesën e tij, është krijuesi që ja beson ato, edhe sigurisht që po Zoti është besnik, po ashtu ka pa edhe besnikrin ton, duke i bërë këto gjëra, duke i marrë në dorë dhe po. Në fakt jemi thirrur që të gjithë jemi ungjilltar, kudo ku jemi. Sa të ka ndihmuar kjo derë e hapur nga Perëndia për ungjillin? Mënyra se si ti trajton të tjerët, se si u qasësh atyre, unë mendoj që flet mjaftueshëm. Kështu që jeto drejt, duke di që Zoti është vetë drejtësia jote. Mundohu që sa më tepër mos të anashkalosh asnjë kërkesë të punëtorëve, dhe me mirësjellje dhe me seriozitet
që mos të ndihet asnjë jashta kompanisë i pavlerësuar. Unë sa herë që i vizitoj kolegët e mi, stafin aty, me mirësi dhe me buzëqeshje, me pozitivitet, unë ju afrohem atyre. Edhe sikur në vendet aty ku janë fëmijët e Perëndis, aty ka pozitivitet, aty ka gëzim, aty ka dhe mos të harrojmë edhe diçka, të lutem, mos harroni me buzëqesh tek njerëzit e tjerë, sepse atyve ju mungon buzëqeshja. Asnjë nuk e dim në për çka po kalojnë, por një buzëqeshje e jotja e ndryshon edhe gjendjen shpirtërore të dikujt. Edhe dëshmia jote flet patjetër, thjesht vetëm gëzimi që mund të transmetosh te të tjerët. Ju theksuat rëndësinë e bijve të Perëndis në institucione. Pse është kaq e rëndësishme që nëpër institucione të kemi njerëz që janë të krishterë? Parimet bazë biblike, ato do të jenë pjesë e pandashme e një të krishteri në vendet institucionale edhe kudo që ata janë. Kështu që nuk duhet të harruar që asnjë nuk duhet edhe nuk mund të lejohet asnjë kompromis as me krimin, as me korrupsionin, as me të tjerat paregullësi që janë pa udhësi. Kështu që vepro drejt, mos u tremb nga asnjë gjë tjetër dhe do të shohësh se si do të kesh sukses nëpër çdo institucion dhe çdo vend ku aty Perëndia të ka caktuar. Edhe një pyetje tjetër. Aktualisht që flasim, je kryesuese e bordit të një kompanie në qytetin tënd. Si e balancon punën me thirrjen shpirtërore? Nuk është e lehtë për një grua, ne e dim, pasi që nanat janë më të angazhuar, edhe kujdesin ndaj familjes, njëkohësisht edhe me punën, por unë mendoj që formula e krejt kësaj është vetë Zoti në mes të dyjave. Edhe kjo është, nuk ka edhe aq filozofi. Sado që përpjekësh me forcat e tua, të dështosh. Por, kur ti fillon ditën edhe qet Zotin Jezus të parin, sigurisht që do të kesh mbarësi edhe do të kesh suksese, edhe në familje, por edhe tek puna ku ti je. Atëherë tjetër shumë bukur që bijtë e Perëndis aty ku ata janë do të sjellin gëzim, do të sjellin shpresë, edhe është shumë e vërtetë në fakt. Edhe unë mendoj që në qytet apo në një institucion, unë besoj që janë shumë të rëndësishëm ata njerëzit që janë të mbushur me frymën e shenjtë, ka mirësi, ka gëzim. Kjo nuk do thotë se tek të tjerët nuk ka mirësi apo gëzim, por besoj që ka dhe disa sfida. Dhe unë mendoj që si mundem ta reflektojmë dashurinë e Perëndis në një ambient që është pak me kufizime. Vetëm të mendojmë ato që drita e mundi terrin, të jetuarit në dritë, për te përpjekjes së territ që të rrezon, përkundrazi, kuptoje edhe mendoje në fakt që flakët e këtij zjarri, kësaj drite, do të rriten dhe më tepër edhe terri nuk të mund të mund. Pra, edhe në fillim të emisionit kemi folur në lidhje me besimin edhe leadershipin, se si arrin deri aty, por ndonjëherë nuk është edhe aq e lehtë, por një pyetje ime është, a ka raste konkrete kur padrejtësia është kthyer në drejtësi dhe dështimi është kthyer në sukses? Po, në kompaninë të cilën jam pjesë e saj, në historikun e saj ka pas sfida të mëdha financiare dhe paregullësi por unë kam tekst të veçantë i kushtoj asaj që me ato që veç edhe tham pak më herët që prezenca e bijve të Perëndis në këto vende. Kështu që duke bërë krahasimin me vitet e kaluara, unë kam vrejt që aq ndryshim të mëdha dhe rritje financiare të buxhetit të kompanisë ku jam unë, me atë staf të mrekullueshëm, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Edhe kjo është një prej sukseseve që unë tash po i shoh dhe çdo gjë po shkon në rritje, domethënë në progres. Dhe është e dukshme dora e Zotit. Jam e lumtur që Perëndia të ka përdorur dhe vazhdon të përdori për lavdinë e tij, dhe çdo gjë fillon edhe ka progres edhe në punën ku ne jemi. Çfarë mesazhi ke për ato gra që ndihen të vogla
edhe pse unë besoj që në sytë e Zotit nuk ka gra të vogla, ka gra që mund të bëjnë një punë të madhe. Ato gra që ndihen të vogla dhe pa zë. Do ju thoja kështu, jeni të çmuara dhe të vlerësuara në sytë e Zotit. Ndoshta një mund i të sotshmës do të ndikon tek shumë gra të tjera në të nesërmen. Kështu që ngrije zërin tënd që në nesërmja të jetë zëri shumë grave të tjera. Është e vërtet. Çfarë marrëdhënie ke me Perëndin? Je ngarkuar, besimi jot të ka çuar deri në një pikë, domethënë që Zoti ka hapur dyer, të jesh pjesë e leadershipit, të jesh pjesë e një kompanie, e një gruaje të fortë, një gruaje të suksesshme. Si është marrëdhënia jote me Zotin? Si e ruan atë marrëdhënie? Kur kthej kokën pas edhe mendoj se si kam arrit deri këtu, nga një është e pas shpjegueshme. Veç një gjë e di me siguri, që Zoti vet i nderon të vetët. Edhe Perëndia të ka nderuar. Të ka nderuar duke të bërë që në çdo institucion ku të jesh, ti të shkëlqesh, edhe ti jesh për lavdit të Zotit. Dhe unë jam shumë e lumtur, jo vetëm për ty, por për çdo grua kur e shikoj që ajo përparon. Unë jam gjithmonë, unë kam thënë që gruaja është një zë shumë i rëndësishëm si në komunitet, në shtëpi apo kudo ku jemi. Lavdi Zotit që Perëndia mund të përdori dhe kur Perëndia mund të përdori një grua, çfarë kush mund ta ndalojë atë. A ka pasur një moment kur ke ndjer qartë prezencën e Perëndisë edhe në mes të sfidave? Po, më kujtohet kur kisha djalin e vogël në repartin e pediatrisë në Prishtinë, dhe aq temperaturë e lartë që e mundante, sa që as pediatrët dhe stafi nuk mund t'i bëjë zgjidhje për atë kohë. Dhe kuptoj edhe i bindëm zërit të Zotit, zërit të Frymës Shajt në këtë rast, kur djalin tim të vogël, ja bashortit, edhe shkojnë për dhomat e tjera, ku nanat ishin me fëmijët e tyre, edhe fryma më qonë nga një dhomë tek tjetër, nga një fëmijë duke i shtritur tek fëmijët e tjerë. Edhe pak minuta më vonë e kuptoj që mbasi kryet e gjitha ajo, Fryma Shajt më bën me dije që unë jam ai që kujdesa për fëmijën tënd, jo ti, sepse nuk mund t'i bësh gjë. Unë jam ai që është i sigurt tek duart e vet Zotit. Dhe kur unë kthehem në dhomë, dëgjoj nanat e tjera tu përshpërit për të nda me njëra tjetrën që çfarë ndryshime dhe çfarë mrekullie kishte bërë çdo lutje ky vetë Jezusi kësaj nane tek fëmijët e tyre. A ka gjë më të mirë se sa të shofshësh edhe prezencën e Zotit duke vazhdu dhomë dhe duke prek fëmijë me fëmijë dhe nana duke pa këtë ndryshime, këtë mrekulli tek fëmijët e tyre, mendoj që nuk ka. A je person që je gjithmonë e ndjeshme ndaj zërit të Frymës së Shenjtë? Jam e ndjeshme dhe shumë e kujdesshme në zërin e Frymës së Shenjtë. Sepse e di rëndësinë e kësaj. Të jesh e bindur, do të thotë që ti do të bësh ato që Fryma e Shenjtë do të dërgon në ato vende dhe tek ato njerëz, edhe tek ato terrene, ndoshta të pashkelura, por që ti do të hapësh tigje duke të udhëzuar Fryma e Shenjtë. Kështu që unë do jepja mesazh çdo njërës që mos të hezitojnë duke dëgjuar zërin e Zotit, zërin e Frymës së Shenjtë. Mos dyshoni, sepse dyshimet dhe sfidat dhe sulmet janë të vazhdueshme, por dua që edhe dëshira ime është që ky zoj Frymës së Shenjtë të përton thellë në zemrat e tyre, edhe nëpërmes bindjes, dhe të jenë të gatshme të ecin ato shtigje të pashkelura edhe të bëjnë më të mirën, që kur të kthehen më pas, të kuptojnë që më të vërtet ky është zëri i Zotit, edhe kjo është e mira asaj bindje ndaj zërit të Zotit. Mos u friksoni me dëgju zërin e Zotit. Një pyetje që në fakt jemi në fund të bisedës, po duhet ta bëj një pyetje që do të kthehemi në retrospektiv, në kthimin mbrapa. Atëherë, ishte një vajzë që erdhe nga një qytet si Gjakova, besove, pas e vazhdove studimet e tua, fillove të ndiqje Jezusin. Erdhi një moment kur Perëndia, ashtu si ne e thamë dhe më përpara gjatë intervistës, të hapi rrugë, tashmë je kryetare e bordit në një kompani në qytetin tënd, dhe ashtu si kisha thënë që në fillim të emisionit, nga besimi
je pjesë e një leadershipi, edhe unë besoj që ka një dritë brenda teje. Do më thuash me 2 fjalë ose me një fjali, si e përkufizon ti dritën që Zoti ka vënë brenda teje? Unë jam shumë mirë njohëse Zotit për dritën që e ka vënë në mu, edhe kjo reflektohet tek të tjerë dhe ndriçan, që jetat e vajzave dhe gravet e tjera të mund ta shohin këtë dritë në mu. Edhe unë jam mirë njohëse Zoti që rrugtimi jot me Perëndin ka vazhduar që ti të shkëlqesh, edhe jam e lumtur që në komunitetin e krishterë ka gra, ka burra, ka vajza, që janë pjesë e leadershipit, që shkëlqejnë aty ku janë, që Zoti i ka vendosur, dhe unë prapë them që njerëzit që janë të mbushur me frymën e shenjtë janë vërtet kanë vlerë të madhe. Është një pasuri çfarë ne kemi, edhe jam e lumtur edhe për ty që Zoti të ka përdorur. Faleminderit për intervistën. Uroj dhe lutem që kjo intervistë të jetë bekim për shumë gra dhe vajza që na kanë parë. Atëherë të dashur shikues, erdhëm edhe në fund të emisionit ton. Mos harroni që nuk ka gjë të pamundur për Perëndin. Atë derë që Perëndia hap, askush nuk do ta mbyll, dhe atë derë që Perëndia mbyll, askush nuk do ta hapi. Ne jemi gra, ne jemi thirrur të jemi pjesë e leadershipit, e punëve, e gjërave të mëdha që Zoti ka vendosur tek ne, sepse nuk ka asnjë gjë të pamundur për Perëndin. Dhe kur Perëndia na thërret, ai gjithmonë do të na pajisi. Do të shihemi përsëri të dielën tjetër në po të njëjtën orë në emisionin e dashur dhe e zgjedhur. Deri atëherë, Zoti ju bekov dhe fryma e Perëndis ju udhëheq në gjithçka që do të bëni. Natën e mirë.